Në vijim të veprimeve hetimore për ngjarje e ndodhur më datë 19 prill 2025 në ambientet e aeroportit në ndërtim në Akërni, ku humbi jetën si pasojë e rrëzimit nga lartësia shtetasi me iniciale DH, 38 vjeç, punoi si kompanisë së ndërtimit. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë për veprën penale shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë shtetasin me iniciale DN, 45 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë administratori i kompanisë së ndërtimit, si dhe nisën procedimi penal për shtetasin me iniciale US, 41 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë përgjegjës i punimeve në të njëjtën kompani. Këta shtetas dyshohet se kanë shkelur detyrën ligjore për zbatimin e masave të sigurisë teknike në vendin e punës, çka ka sjellë si pasojë vdekjen e punojësit me iniciale DH. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë arrestuan shtetasin me iniciale ED, 25 vjeç, banues në Tiranë, pasi gjatë kontrollit fizik të ushtruar ndaj tij në fshatin Dhërmi, ju gjet dhe ju sekuestrua një sasi lëndë narkotike dyshuar kokainë. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Sarand arrestuan shtetasin me iniciale NP, 29 vjeç, banues në Sarand, pasi u konstatua nga shërbimet e policisë në rrugën Skënderbeu, duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë, u referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetasin me iniciale RY, 30 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka dëmtuar xhamin e një automjeti të parkuar, si dhe ka vjedhur një shumë parash. Po nga këta specialist, u referuan materialet në prokurori, pasi më datë 18 prill 2025 në Spitalin e Vlorës ka marrë ndihmë mjekësore një shtetase e mitur 16 vjeçare, e cila dyshohet se në gjendje psikologjike të rënduar ka konsumuar disa medikamente. E mitura aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.